Ju faleminderit që keni ardhur në bashkëbisedim me kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, në lidhje me një çështje shumë të rëndësishme për shqiptarët, për Shqipërinë, për shtresën e cila është tashmë vulnerabël, pensionistët, një çështje shumë e ndjeshme për të gjithë ne. Në panel kemi përfaqësues të cilët e kanë ndjekur shumë afër çështjen e pensionistëve. Është drejtuesi i Departamentit të Çështjeve Sociale Kastriot Sulka dhe kryetari i shoqatës i cili ka ndjekur pra çështjen tuaj Ilir Goci. Si fillim për të bërë një prezantim dhe një përmbledhje të shkurtër, zoti Kastriot Sulka. Faleminderit. Të nderuar doktor Berisha, të nderuar zonja dhe zotërinj. Paketa e dhëmshërisë, që është prioriteti i qeverisë, ka në pjesën qendrore të saj mbështetjen për moshën e tretë dhe kryesisht për pensionistët. Dhe sot jemi mbledhur këtu jo vetëm për ta paraqitur këtë paketë, por edhe për të marrë nga ju komentet apo reagimet tuaja. Churchilli ka thënë urtësia e gjeneratave është e paçmuar. Ata janë depot e njohurive dhe eksperiencave që kanë bërë botën sonë. Është detyra jonë t'i mbrojmë ata, nderojmë ata dhe të sigurojmë ata që të gëzojnë një jetë në paqe dhe komfort për vitet që vijnë. Në këtë kuadër, qeveria e re ka parashikuar që të mos ketë pensione nën 200.000 lekë të vjetra dhe një rritje të përvitshme me dyfishin e rritjes së çmimeve. Po ashtu një efekt të madh në mirëqenien e këtij grupi, por jo vetëm të këtij grupi, do të ketë dhe karta e konsumatorit, e cila i kthen 20% të çmimit të paguar për çdo mall konsumi. Një mungesë totale të vëmendjes nga ana e qeverisë për këtë periudhë 12 vjeçare, duket edhe nga fakti se nuk kemi asnjë institucion të ri publik për akomodimin e personave të moshës së tretë. Përpara se t'ia kaloj fjalën doktor Berishës, do doja të theksoja se sot jo vetëm që kemi një kopim të programit të PD-s nga ana e PS-s, por çuditërisht nuk na del argumenti që ka shoqëruar këto 12 vjet, se po rritën pensionet, do të na kolapsohet buxheti. Sot kemi kopim motamo, madje nga ndonjëherë guxojnë edhe ta shtojnë këtë lloj mbështetje për pensionistët, sepse me sa duket është njëri nga argumentet kryesore të kësaj fushatës. Ju falenderit dhe fjala për doktor Berisha. Spari shpreh nderimin tim më të madh dhe për uljen time për të gjithë kontributin që ju keni dhënë në këtë vend, për familjet tuaja, për veten tuaj, për shoqërinë, për Shqipërinë. Shpreh gjithashtu keqardhjen time të thellë, por edhe dhimbjen, për faktin se ju, qindra mijëra, gra dhe burra, që shkrit energjitë tuaja, mendjen tuaj, talentet tuaja, aftësitë tuaja për zhvillimin e këtij vendi, sot ndodhi në një gjendje pakrahasimisht më të vështirë në rrafshin ekonomik se sa bashkëmoshatarët tuaj në çdo vend tjetër. Sot, mbi 780.000 pensionistë përballen, përveç se një pjesë e tyre që kanë pensione maksimale ose të rritur maksimale, të tjerë përballen me vështirësi serioze
për ushqimin e muajit, e ditës, për ilaçet që rëndom duhen në këtë moshë, dhe për kujdeset tjera të nevojshme, jetoni në shumëtit nga ju, nga ato ndihma që u dërgojnë fëmijët tuaj, familjarët tuaj, sepse pensionet janë absolutisht pensione të padenja, dhe në këtë kontekst, në këtë kuadër, duhet u them se qëndrimi ndaj jush është qëndrim ndaj dignitetit njerëzor. Njeriu duhet jetojë në dignitet, por njeriu të cilin e dënon me varfëri, ti ja dhunon edhe dignitetin. Pse e them e dënon? Sepse ju në 12 vite jeni dishmitar, e keni provuar me jetesën tuaj të përditshme, se pensionet tuaja janë rritur shumë më pak se sa çmimet. Në qoftë se çmimet në dyqanet të atyre ushqimeve që bleni janë dyfishuar, ndonjëherë dhe mbi dyfishuar, dhe kjo është fjala për çmimet e gjërave bazë, në qoftë se ilaçet e rimbursimit janë paksuar, dhe për fatin më të keq, edhe ato që bleni janë absolutisht jashtë standardeve, se këta e prishen, e anulluan ligjin për interesat mafjes, ligjin që garantonte ilaçe të standardeve që shiteshin Bashkimin Evropian. Pra, ju sot jeni shtresa më e skajuar, më e injoruar dhe në mënyrën më të pamerituar. Nuk ka diskutim që pensionet bazohen në fondin e pensioneve. Por, kur bëjmë fjalë për tranzicion, real, dhe ky real, atëherë ne tranzicionin duhet ta pranojmë në të gjitha fushat. Edhe fondi i pensioneve është në tranzicion dhe ka një tranzicion, sepse tjetër ishte trashëgimia e tij, tjetër periudha e informalitetit të me radhë. Por vim sot në qëndrimet 12 vite të kësaj qeverie kanë qenë më spaku të papërgjegjshme, kanë qenë edhe të pamshirë në një farë aspekti. Sepse çdo qeveri në janar, kur bën buxhetin e shoqërisë, e shtetit, ajo qeveri ndan, kaq do ndaj për rroga, kaq do ndaj për pensionet, kaq do ndaj për shkollat, për kopshtet, për shtetësinë e tjerë me radhë. Kurse ju zhduku nga zëri, jo rrogat. Rrogat e larta i trefishoj. Rrogat e larta. Ta dini një gjë ju. Sot kjo Shqipëria që thonë ta kemi s'kemi, i ka për rroglartit ka rrogat më të larta në rajon. Po. Ka rrogat e larta i ka më të larta në rajon. Diferencën
midis rrogës së lartë, rrogës mesatare dhe pensionit mesatar e ka më të madhen në rajon. Çka është çnjerëzi? Se ti mund të jesh president i Republikës, mund të kesh dhe fëmijë që i mban, po edhe ajo që shtyp, edhe ajo që pastron, ajo ka fëmijë. Edhe ata shpenzojnë dhe ata konsumojnë. Ndaj dhe gjithmonë bëhet një përllogaritje që kjo diferencë të mos jetë më e madhe se 4-5 herë. Këtu është 10-12 herë. Dhe këta e banë. E kishim 4-5 herë. Dolim në mënyrë shumë evidente se Edi Rama, mos ja përmend në asemrin, thot se nuk ka lejon fondi i pensioneve për të rritë pensionet. Dhe në qoftë se ne rrisim pensionet nga buxheti, ne psojmë katastrofë. Nuk ka mashtrim më të madh. Është e vërtet që në vende që kanë dekada disiplinë në menaxhimin e fondit pensioneve, në kontributet e sigurimeve shoqërore, është fondi dhe në përdorimin e fondit për shtimin e tij me investime, është fondi që i përballon. Por ky vend nuk jemi ne. Nuk jemi jo vetëm ne. Nuk janë asnjë nga vendet e rajonit. Atër çfarë bëhet? Shtohet nga buxheti. Çfarë bëm ne në vitin 2005-2013? Ne gjetëm pensionin minimal 36 euro. Ishte në fshat pensioni minimal dhe arritëm në 82 euro. Po si arritëm? Jo nga fondi. Ne shtuam para nga buxheti. Gjetëm pensionin mesatar 110 euro ose 105 euro tani dhe e rritëm në 143 lek, 143.000 lek. Dhe po kështu pensionin minimal. Pra, Kosova para 2 muajsh deklaroi do i rrisë me 25% pensionet, me 20%, dhe mori 100 milion euro nga buxheti i vendosin fondin e pensioneve. Pristi. Tani ky mashtrues, që se ka për asgjë, domethënë ka për moral mashtrimin, bën mbledhje, merr disa pensionistë, vën në anën tjetër disa biznismen dhe u thotë ja thot. Ju e keni fajin se i mbani punëtorët në të zi, se punëtorët nuk paguajnë sigurimet shoqërore, ndaj dhe këta s'marrin pensionet.